Përfundimi i prodhimeve të sezonit jep efektet e para në shtrenjtimin e fruta perimeve. Sipas tregtarëve të ish uzinës Dinamo që prej 2 javësh çmimet kanë pësuar një rritje me rreth 20 lekë, ndërkohë që ndikim në rritjen e çmimeve kanë dhënë edhe mallrat e importit. Tashmë në tregjet shqiptare zën një hapësirë të konsiderueshme frutat dhe perimet e Kosovës. Megjithatë, sipas tregtarëve edhe për disa javë, nuk do të ketë rritje të mëtejshme të çmimeve pasi del në treg prodhimi i dorës së tretë, që do të japë efekte në stabilizimin e çmimeve. Ka ndryshuar diku ke 100 lekë, 150 lekë deri te 200 lekë. Do të thonë jena brenda 200 lekëve të vjetra. Ngjitje për arsye se marroi sezoni i parë dhe akoma s'ka dalë fuqishëm sezoni i dytë. Perimeve ka ndryshuar sepse kemi prurje nga jashtë, do të thonë këtë moment kemi prurje nga Kosova, domaten e jashtme që e kemi me 500 lekë dhe kemi ndryshim prurjes ose kemi filluar sasinë e prodhimit dytë të serave të Bregdetit, po ka sasira të vogla. Nësa presim pas 10-15 ditë ka zbritje çmimesh, do të thonë sepse fillon sezoni i dytë në mas dhe kemi rënje çmimesh, do të thonë e presim pas 10 ditë. Ky moment është çmimi tavan, ose çmimi pak më i lartë që ka qenë mes 2 daljeve, daljes parë me daljen e dytë. Tash i vin duke rritur se ne aq prodhojmë 3 muaj prodhim bëjmë, s'ka sera moderne këtu, këtu janë sera dielli. Ufto mbaroi prodhimi. Ardhja e sezonit të vjeshtës dhe e dimrit përcaktohen si periudhat me prodhime më të pakta, për shkak se kushtet janë më të papërshtatshme dhe fermerët nuk rrezikojnë që të investojnë.